Sigurisht që ka interes. Është bërë mbledhja parë, po përflitet për paraburgimin, kush po tenton të mbrohet? Po tenton të mbrohet Eren Veliaj, pasi edhe zoti Berisha ka denoncuar kjo si nisma sa dushi për të nxjerrë nga qelitë e paraburgimit të kryetarin e arrësuar Bashkisë Tiranës Eren Veliaj, apo për të mbrojtur zyrtarë të tjerë të cilët nesër mund të kapen në flagrancë, në korrupsion? Sot është bërë dhe njëherë kryefjalë shqetësimi që kemi një shifër rekord paraburgimi. Pra po e mbarsin opinionin publik që është një situatë e pa precedent, pavarësisht se kjo histori ka qenë, po themi, ndër vite, sepse ashtu është dhe ligji. Ndërkohë që edhe për parkimin 2 është thonë 3 vjet burg. Po, 3 vite burg. Ndërkohë, nëse ti bën një korrupsion, vjedh 50 milion euro tek tuneli i Llogaras apo 90 milion euro, nëse ti vjedh me miliona euro tek Unaza Tiranës, nëse ti shkon tek Akshi dhe jo vetëm që vjedh, po themi 750 milion euro, po përkundrazi e fut Akshin në dorën e grupeve kriminale nëpërmjet koordinatorit qeveri grupe kriminale Agasit, atëherë nuk ka problem. Pra, po krijojnë tabanin për të nxjerrë nga burgu Veliajn, për të shpëtuar paraburgimit eksponent të tjerë të qeverisë, nga zëvendës kryeministja apo ministra apo kryetar bashkisht të cilët janë të korruptuar deri në fyt, dhe për pasojë për ta delegitimuar, po themi, veprimin e prokurorisë apo të gjykatave në mënyrë të tillë që kur të vi momenti pastaj për të marrë atë dënimin e faktit, mos jap asnjë lloj efekti në aspektin politik. Pra, ajo shef çdo gjë në aspektin elektoral. Pra, dikën e përdor, e shtrydh deri në maksimum, dhe kur ai pastaj fillon hetimet, e heq nga posti që ai ka, dhe ndërkohë do të jap dhe një mbështetje tjetër që të mos jetë në paraburgim, por të pres disa vite apo disa dekada për të marrë vendimin e formës prerë. Ka ndonjë diçka tjetër kjo çështje e cila më shqetëson zoti Mziu, pasi duke qëndruar tek paraburgimi dhe lirimin e personave të cilët janë në paraburgim, nuk janë vetëm zyrtarët e korruptuar, janë edhe personat të cilët janë marrë me trafikim të lëndëve narkotike, apo qofshin këta edhe persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Jemi në prag zgjedhjeve, një vit përpara zgjedhjeve bashkiake të 2017-s, dhe ajo çka kemi parë, historia na ka mësuar që kryeministri Edi Rama në prag të çdo zgjedhjeve, të çdo palë zgjedhje, tenton që t'i garantojë edhe botos së krimit një lloj imuniteti, mund themi thojza, ose duke i kërcënuar ata. E janë me mua, ose për ndryshe do qëndronin në burg. Dhe a mund të shihet edhe kjo nisma sa dushi edhe për presion ndaj bandave kriminale apo për benefite ndaj atyre të cilët sot janë në paraburgim, duke thënë, nëse bashkëpunoni me mua, ju nesër jeni të lirë dhe hetimi vijon në gjendje të lirë dhe ju mund të vazhdoni aktivitetin tuaj kriminal derisa t'ju kapin apo derisa të më duheni mua sërish. Kjo qeveri që ne kemi sot, apo ky kryeministër ka treguar gjatë gjithë që ta shtoj ta plotësoj, pasi më solli në vëmendje edhe operacionin Forca e Ligjit, mbaj mend atë bjondën me syze, të veshur me uniformë policie që shkonte përballë çdo resorti që dyshoi se ishte ndërtuar me para pista dhe bënte presione, më pas doli që OFL-ja i shërbeu më shumë ti fushatës elektorale. Unë po nis pak më tej. Ju kujtohet shumë mirë zgjedhjet vendore të Dibrës në 2016 ose dosja 184. Në vitin 2014-2015 u bë Lazarati kryefjala botërore që po zhduknin drogën ose më saktë hashashin në Shqipëri. Dhe fiks 6 muaj më vonë u mbjell gjithë Shqipëria me hashash, pra çfarë thotë që kryeministri në mënyrë të qëllimshme të gjithë grupeve kriminale i ftoi për ta mbjellur Shqipërinë, dhe kultura e hashashit u bë kultura që ka thyer çdo rekord, po themi, në Shqipëri dhe përtej Shqipërisë. Së dyti u përdor, po themi, OFL-ja, sepse OFL-n ai e shpiku jo për të sulmuar krimin dhe korrupsionin, po për t'i bërë, po themi, gjitha këto grupe kriminale për t'i bërë alat ti. Dhe filloi, i shantazhoi, dhe vetëm atëherë kur ai u bind që secili prej tyre do të ishte një shtojc e Partisë Socialiste në zgjedhjet e radhës, atëherë ai e shuiti edhe këtë, sepse nuk kishte më nevojë.